Historia e qyteteve të fushes ka kene, per migjevgjesare, gur themelim mbi të cilin është ndërtuar pjesa me e madhe e moralit seksual perëndimor, por ajo që ndodhi vërtet në Sodome mbetet e fshehur pas shtresave të interpretimeve dhe përkthimeve egoiste që kërkonin, mbi tek gjitha, si gjemgjet per kontrol shokeror, per të zbuluar këto zbulesa të ndaluara. Duhet të kthehemi 3 migjevgjet prapa dhe të vendosemi në luginën e Jordanit, nje zone që në epoken e bronzit ishte nje oaz prosperiteti tregtar dhe bujqësor. Narrativa që në kadhene bibla zyrtare e paraket Sodomen si misherimin e vesit mishor, nje kitet të denuar nga zjarri hijnor per shkak të praktikave që soti etiketojme me terma moderne që autoret e lashte as nuk i dinin. Megjithatë, kur analizohet teksti original hebraik të gjetjet e arkeologjisë levantine, del në pa një e vërtetë shumë me komplekse dhe politike se sa denimi i thjeshta i dëshires. Sodoma nuk u shkaterrua per shkak të një mosmarrëveshje për domen e gjumit, por per shkak të një shkelgjegje sistematike të ligjeve të shenjta të mikpritjes dhe një arrogancë ekonomike që sfiduaj rendin natyror të drejtësisë shokerore në shkretetire. Pelkeni, abonohuni dhe shpërndagjeni, lëte filojme, veli i pare që duhet të hekim eshte ai i natyres se mekatit të Sodomes. Në librin e Zanafilles, kapitullin në tembedjete, refehet mberritja, e djengjajve në formen e burrave në shtepine e Lotit. Turma kë reton të shtepine kërkon të njohe vizitoret, një term kë në hebraisht eshte jada. Per shekujme radhe, teologjia patristike që mbenguli kjo folgje i referohej ekskluzivisht një akti seksual të dhunqem. Por analiza gjuhësore zbulon se jada shfaket kindra here në shkrimin e shenjte, thjesht për të nënkuptuar të takoshdike ose të kërkosh kredencialet e tij. Në një kontekst të kitet shteteve të rrethuara me mure dhe paranojake, mberritja e të huajve pa dokumente shihej si një kërcenim spionazi. Ajo që pondot të në të vertet e në pragun, e Lotit ishte një sulmëndaj institucionit të azilit. Në kulturat e lashta semite, misafiri ishte i shenjte dhe kek trajtimi ose margja në pjeqe e dhunshme e tij ishte ofendimi me i madh kunder Zotit. Duke e përkendruar refimin të seksualiteti, kisha institucionale fshehu zbulesen e vërtet e të ndaluar, se gjikimi hijnor rambiata ke mbillen kufishta e tyre dhe abuzuan me të huajin. Gjemesim që ishte i pakenqem per perandorita që me vonedu të perdornin Biblen per të justifikuar ksenofobine e tyre. Nese kërkojme konfirmim të këtij interpretimin e pjesen qeter të Bibles, e gjegme të profeti Ezekiel, kapitulli 16, vargu 29, ki fragment eshte zbulesa e ndaluar ke shumika e predikimeve shmangin per mengen. Profeti thote karte se ligesia e Sodomes ishte krenaria. Boleku i bukes dhe pertasia e saj, dhe se nuk forkonte doren e të varferve dhe të nevojshtareve. Nuk ka asnjë përmendje këtu të orientimit seksual. Dënimi është thjesht ekonomik dhe social. Sodoma ishte një qytet i pasur që ishte bere egoist, një komunitet që persmonte të prekshmit dhe përdor të pushtetin e saj për të poshteruar ata që nuk i përkisnin elites se saj. Shkaterrimi i Sodomes ishte, pra, një paralajmerim kunda kapitalismit të shfrenuar të antikitetit të kunda mungeses së dëmshurise. Duke shtipur këtë mesazh, hierarkite fetare i mbrojtën klasat sunduese nga një kritike që mund të kishte transformuar vetë strukturën e shokerise. Arkeologjia bashkëkohore ka ofruar të dhëna që suggerojnë se historia e shkaterrimit nga zjarri dhe skufuri mund të ketë një baze të vërtetë geofizike. Në vendin e Tal el Hammam, në lindjet e lumit Jordan, studiuesit kanë gjetur prova të një ngjarje masive termike që ndodhi afërsisht 3700 vjet më parë. Një shperthim ajri, ndoshta i shkaktuar nga një meteorit ose bolidi në ngjashëm me ngjarjen e Tunguskes, do ta kishte gjegur qytetin brenda sekondave, duke e shënderuar baltën në keramike të vitrifikuar dhe kripen në avull. Ajo që ndodhi në të vërtetë në Sodome ishte një katastrofe natyrore me permasa biblike e interpretuar nga të mbigjetuarit si ndeshkim hijnor. Ki zbulese është e ndaluar per ata që preferojnë një zot që ndërhin në mënyre selektive per të ndeshkuar sheljen private, pasi suggeron që natyra ndjek ligje fizike që nuk gjane gjithmonë në perputje me gjikimet morale njerëzore. Historia e gruas së Lotit që shndërrohet
në nje shtile kripe, eshte nje metafore, e fukishme per kripezimin, ekstrem ke lugina pesoj pasëngjargjes, duke e bere token shterpe per shtate shekuj. Nje sekret që terke kisha fshehu, eshte lidhja midis narrativave te Sodomes dhe mitologjive kananite perret. Shume nga i mazhet e zjarrit ke zbret nga kieli gjanet e pranishme në ciklet e balit dhe anatit. Ku perenditen djashkojne arogance, e mbreterve ke neglizhojne dhe tirat, e tirendaj popullit. Bibla hebraike i mori keto elemente kulturore dhe i pershtati ato per të ndertuar një identitet kombetar të bazuar në drajtesi dhe mikpritje, duke u diferencuar nga kytet shtetet e korruptuara të fushes. Mesazhi original ishte ai i rezistences politike kunder tiranise. Megjithatë, kur krishterimi u befeja e perandorise romake, interpretimi i Sodomes u rembye per të sherbyer një kelimi tjetër, stigmatizimin e diversitetit seksual. Në vitin 390 pas Krishtit, kodi teodosian filloi të përdorte mitin e Sodomes per të justifikuar persekutimin ligjor, duke shpikur konceptin e sodomise, i cili nuk ekziston në tekstet originale. Gjeta e Lotit në Sodome përmban gjithashtu zbulesa rreth brishtesise se etikes familjare në presion. Faktiko e Loti ishte i gatshëm të ofronte vajzat e tij turmes për të mbrojtur misafiret e tij me shkuq eshte nje pasazke shumika e komenteve biblike e anashkalojnë shpejt. Kjo zbulon se, në mentalitetin e kohes, mbrojtja e misafirit mashkull konsiderohej me e rendësishme se sa siguria e grave në familje, një strukture ekstreme patriarkale ku e Bibla e regjistron, por nuk e miraton domosdoshmërisht. Shturgja e vërtete e skenes në deren e Lotit nuk ishte dëshira e disa burrave për të qeret, por dhuna kolektive dhe objektivizimi i grave si monedha negociuese. Duke e erresuar këtë realitet, kisha ka shmangur për balgjen me rengjet e macoizmit fetar, duke preferuar të zhvendose fokusin në djenimin e homoseksualitetit. Zbulesat e ndaluarat e Sodomes në bajne gjithashtu të veme në dishimi mazhine në gje perendje hakmarrese. Nese e leksojme me kuqdes dialogun midis Abrahamit dhe Zotit para shkaterrimit. E shohim Abrahamin duke negociuar me hijnoren, duke u lutur për meshire nese vetem dëgjete njeres të drejte mund të gjenden në kitet. Ki fragment tregon se drejtesja hijnore jeshte e negociueshme përmes ndërmjetësimit njerëzor dhe se ruajtja e gjetes eshte vlera suprim. Ajo ke kisha ka erresuar eshte mundesja e nje perendje ke preferon të kurse gjenje kytet të tere me mekatare për hirte disa njerëzve të drejte, në vend të perendise se palekundur ke preferon të shkaterogje gjithçka. Fokusi tradicional në zgjar dhe skufur ka sherbjer për të ushkjer nje pedagog gjifrike, ndërsa mesazhi i ndërmjetësimit të Abrahamit propozon një pedagogji dhe mshuri dhe përgjegjesit e përbashket. Në mesjete, miti i Sodomes u zgjerua nga teologet për të përfshire që do akt seksual kë nuk kishte për kellim riprodimin, duke përfshire përdorimin e kontraseptiveve ose masturbimin. Ki zgjerim ishte një manover për të kontrolluar popullsine dhe për të siguruar një forse pune të vazhdueshme për sistemin feudal. Zbulesat e ndaluara na tregojnë se këto ligje nuk ishin mandate hijnore, por me të për domosdoshmëri administrative të një kishe ke vepronte si shtet. Duke e zveshur Sodomen nga konteksti i saj original, i padrejtësisë sociale dhe mungesës së mikpritjes, u krigjua një boshlek interpretues, i cili u mbush me paragjikime mesjetare ku ende jehonin në ligjet e shume vendeve sot. Sodomia e vërtete, sipas profeteve, eshte indiferenca ndaj vajzjeve të gjereve, por ki eshte nje për kufizim këtë fukishmit gjane përpjekur gjithmonë të fshehin. Edhe diata e re ofronte edhe në rreth natyres se vërtete të mekatit të Sodomes, të cilat gjane injoruar. Jezusi i Nazaretit, duke dërguar dishe pusht e tij për të predikuar, thote se nëse një kytet nuk i pranon ata ose nuk i dëgjon fjalet e tyre, do të jeteme e tolerueshme për token e Sodomes dhe Gomores në ditën e gjikimit se sa për atë kytet. Këtu, Jezusi e lidh drejt për drejt fatin e Sodomes me refuzimin e mikpritjes dhe mesazhin e pakes. Ai nuk përmend seksualitetin, ai përkendrohet në mikpritjen e lagjmetarit. Ki është një zbulese e ndaluar për atake e kanë shndërruar krishterimin në njëfe për gjashtimi.
sepse suggeron ke mekatime I madh para Zotit eshte mungesa e hapjes ndaj qetrit, veçanërisht ndaj atij që sjell një mesazh të ri ose të ndryshëm. Marrëdhënia midis Sodomes dhe ekologjisë së detit të vdekur është një aspekt qeter që ka mbetur në higje. Zona perret Sodomes ishte e pasur me bitum, kripe dhe skufur, burimet e vlefshme në antikitet që tërhoken lakmine e perandorive. Shkatërrimi I qytetit mund të ketë gjithashtu rezultat I shfrytëzimit të pakëndrueshëm të këtyre burimeve ose një lufte për kontrollin e tregtisë së bitumit, e cila ishte thelbësore për mumifikimin në Egjipt dhe për ndërtimin e anigjeve. Bibla I rreson këto shkake materiale në një rrëfim teologjik, por zbulesa për botën moderne është se arroganca ekonomike e shokeruar me shpërfilljen e mjedisit natyror çon në mënyre të pashmangshme në kolaps. Sodoma është paralajmërimi I pare I historisë për atë që ndodh kur një qytetërim I jep përparësi akumulimit të pasurisë mbi drejtësinë dhe ekuilibrin me token. Grupe si ebionitet ose disa karke gnostike shihnin në zjarrin e Sodomes një pastrim të lidhjeve materiale. Per ta, Sodoma përfakeson të shpirtin, e bellokuar në dëshiren për zotërim dhe pushtet. Largimi I Lotit nga qyteti shihej si arratisja e kërkuesit shpirtëror nga sistemi shtypes I botes. Duke shtipur këto vizione mistike, Kisha ortodokse preferonte një interpretim të mirefilte, dhe ndeshkues që lehtësonte qeverisjen e masave. Zbulesa e ndaluar është se Sodoma jeton brenda çdo strukture që vlerëson objektin mbi subjektin, ligjin mbi dashurinë dhe kufirin mbi përkafimin. Kripa në Bibel është simbol I beselidhjes dhe ruajtjes, por edhe I sterilitetit. Gruaja e Lotit, duke pare prapa, bellokohet në nostalgjine, e një sistemi të korruptuar dhe shënderrohet në kripe shterpe. Ajo që ndodhi në të vërtetë është një paralajmërim kundër pamundësisë për të lënë pas strukturat e padrejtësisë. Kushdo që shikon prapa në një shokeri të bazuar në krenari dhe mungesë mikpritje që rrezikon të tretet prej saj. Zbulesat e ndaluara naftojnë të shikojme përpara, drejt një qyteti të ri ku mikpritja është themeli dhe drejtësia buka e përditshme. Sodoma nuk është një histori për seksin, është një histori për lirin e përbale shtypjes dhe për nevojen urgjente për të ndërtuar komunitete ku I huajimi repritet si një engel. Historia e Sodomes është përdorur si një zinxhir për të burgosur ndërgjegjen njerëzore, por kur e leksojmë me rigorozitet dhe ndershmëri, ajo bëhet një seles për çlirim. Ajo që kisha fshehu ishte natyra radikale e mesazhit të saj për drejtësi sociale. Në fund, ajo që ndodhi vërtet në Sodome ishte shemgja e një mënyre jetese të bazuar në përbuzjen për të afermin. Shiu I zjarrit ishte pasojë e një shokerie që kishte djegur të gjitha urat e saj të empatise. Zbulesat e ndaluara gjane këtu për të na kujtuar se fatigjine si njerëzim varet nga aftësia gjone për të forkuar dorën e të varfërve dhe për të mirepritur të huajin me zemrat e hapura. Vetëm në këtë mënyrë do të shmangim bergjen shtila kripe, duke shikuar me nostalgjin të kaluar muresh të krenarie, ndërsa e ardhmja kërkon guksimin për të ekur drejt drites së mikpritjes universale. Ndërtimi I mitit të Sodomes në imagjinatën kolektive nuk ishte një proces spontan, por me të per një strategji kontrolli teologjik që u konsolidua gjatë këshillit të nikese dhe sinodeve pasuese. Ajo që kisha fshehu ishte ekzistenca e versioneve të historise ku teksti binte mbi drejtësinë shpërndarese. Disa tekste apokrife rrefejnë se në Sodome kishte një ligj që ndalonte dhenjen e ushqimit lipesve në dënimin me vdekje. Një histori tregon se si një grua e reu dogje gjale sepse fshehu buken e kavanozin e saj për t'i dhënë një plaku të uritur. Kis bulimi ndaluar e zvendos plotesisht fokusin e rrëfimit. Britma që arrinte Zoti nuk ka të bëjë me sjelljen seksuale, por me britmen e viktimave të mizorisë shokerore të institucionalizuar. Duke I heshtur këto histori, hierarkia kishtare I pengoi njerëzit të shokeronin mekatin e Sodomes me lakmine e të fukishmeve. Duke lehuar që interpretimi të zvendosej drejt një terreni ku ishte me e lehte të drejtohej gishti nga pakicat. Edhe në literaturën me të hershme rabinike, termi mekati I Sodomes, përdorej për të përshkruar dike që thoshte, çfarë është e imja dhe çfarë është e gjotja. Një forme egoizmi që mohon ndërvarësinë e njerëzore. Zbulesa që nuk na utakurre është se Sodoma ishte parajsa
e prones private pa përgjegjësi shokerore. Banoret e saq kishin përsosur një sistem ligjor ku e mbronte privilegjet e tyre, ndërsa u privonte kalimtareve të drejtën e votes. Sulmi ndaj shtëpisë së Lotit ishte kulmi i një urrejtjeje ndaj të huajit që ishte kultivuar për breza. Duke rresuar këtë rrengje politike, kisha na privoj nga kritikat me të fukishme të Biblës për pangjeshmërinë e suksesit ekonomik. Sodoma ishte paskira e sedo shokeri që, duke pasur buke me bollek, legjon që uria të banozhe në portat e saj. Shtek gjithashtu thelbesore të merret në konsiderate geografia e shenjtë e rajonit. Deti i vdekur, pika me e ulet në toke, eshte parek gjithmone si njëven gjikimi, por edhe si njëven strehimi. Davidi u fsheh atje, dhe gjon pagezori predikoj ati prane. Ajo që ndodhi në të vërtetë në Sodome eshte e ndërturur me simbolike e tellesive të tokes. Shkaterrimi nuk ishte një rrufe kapricioze nga një perendi e zemëruar, por rezultat i një ekuilibri sismik dhe moral. Toka u hap fjale per fjale në këmbët e atyre që kishin mbillur zemrat e tyre. Kizbulese e ndaluar në flet per një ekologi shpirtërore. Veprimet tona ndaj të tjereve ndikojnë në vete strukturën e realitetit. Kisha e fshehu këtë lidhje organike per ta imponuar një vizion ku ndeshkimi është një akti gjashtem dhe arbitrar, duke e zveshur nxerezimin nga liria e veprimit dhe përgjegjësia per ekuilibrin e botes. Duke analizuar zbulesat e ndaluara, duhet të përmendime dhe rolin e qyteteve të admahut, zebojmit dhe beles, të cilat shpesh anashkalohen në rrefim, por kendane fatin e Sodomes. Keto pese qytete formuan gjë pentapolis tregtar. Renja e tyre ishte shemgja, e një rgjetitë të re ekonomik. Ajo që fsheh Bibla ishte se shkaterrimi ishte total sepse korruptimi i sistemit ishte total. Asnjë qytet në rgjet nuk u ngrit për të denonkuar të keken e fkingjit të tij. Zbulesa për kohen tonë ishte se bashkëfaqësia e heshtur në padrejtësi në ben pjesëmarrës në të ngjajtin fat. Kisha e fshehu kete, para lajmerim për përgjegjesin e kolektive për te, nëksitur një besim individualist të përkendruar në shpetimin personal, duke injoruar se mesazhi i Sodomes eshte, mbi të gjitha, një mesazh për etiken e komunitetit. Transformimi i gruas së Lotit në një shtylle kripe eshte ndoshta sekretime i telle simbolik i të gjithë rrefimit. Kripa, në sasine e duhur, jep shigje dhe ruan, por në tepri, vret gjeten. Ajo ube ajo që përfakeson të qyteti, një strukture e ngurte, e pafte për rritje ose ndryshim, e blokuar në hidherimin e asaj që dikur ishte. Ajo që ndodhi në të vërtetë ishte se ajo nuk mund të linte me identitetin që Sodoma i kishte dhënë. Zbulesa e ndaluar ishte se fegja, kur përdoret për të denuar në vend këtë sheroje. Behet e njajta shtile kripe, një monument steril që sherben vetëm për të na kushtuar gjikimin. Duke rresuar dimensionin psikologjik të këtij fragmenti, kisha na ka penguar të shohim se Sodoma ishte gjithashtu një gjendje mendore e karakterizuar nga ngurtësia dhe mosfalgja. Në vitet e fundit, zbulimi i rrotullave të detit të vdekur ka hedhur dritë mbi mënyrën se si e kuptonin Sodomen komunitetet mistike të kohës së Jezusit. Per esenet, Sodomitet ishin ata që e interpretonin ligjin për të shtipur, jo për të çliruar. Ata panen një lidhje të drejt për drejt e midis hipokrizisë fetare të Jerusalemit dhe krenarisë së Sodomes. Ki është një zbulese e ndaluar për institucionet moderne. Se Sodoma e vërtetë mund të banojë brenda tempujve me të shenjtë nëse atje kultivohet përbuzja për ata që janë të ndryshëm. Kisha i fshehu këto kritika të krikezuara për të mbrojtur imazhin e saq të shenjtërisë së pagabueshme. Por Bibla na kushton se zjarri i së vërtetës nuk bën dallim midis qyteteve pagane dhe fetare kur drejtësia është braktisur. Pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni. Në gjuhën simbolike të profeteve, zjarri i Zotit është e vërteta që konsumon gjengjështren. Shkaterrimi i Sodomes ishte manifestimi fizik i një të vërtetë morale. Se një shokeri e bazuar në përgjashtim nuk mund të mbahet. Ajo që ndodhi në të vërtetë ishte një mesim mbi këndrueshmërinë etike. Kisha e fshehu këtë mesazh para lajmërimi shokeror në një përdetimi të moralit privat për të parandaluar besimtarët të vinin në dishim aleanka të institucionit me strukturat e pushtetit.
duke shpëtuar zbulesat e ndaluara. Zbulojme se Sodoma është një thirrje për vigjilance qytetare dhe shpirtërore kundër çdo forme të dehumanizimit. Në fund të fundit, misteri i Sodomes zgjidhet në konceptin e mikpritjes radikale. Hapja e deres për qetrin, mirepritja e të huajit, forcimi i dorës së të varfërit. Këto janë veprimet që do ta kishin shpëtuar qytetin. Zbulesa që kisha nuk donte që ne ta kuptonim plotësisht është se dashuria për të afërmin është e vetëm një shufer rrufegje kundër zjarrit të gjykimit. Ajo që ndodhi vërtet në Sodome ishte se dashuria ufto derisa u shndërrua në gur dhe kripe. Sot, këto zbulesa të ndaluara naftojnë ta ngrohin botën me një mirëseardhje që nuk kërkon dokumente apo shpjegime, sepse përballë çdo të huaji mund të jetë angjelikë na çliron nga shkatërrimi jene. Sodoma nuk është me një vendendodhje geografike, por një udhëheqërik në historinë e njerëzimit ku duhet të zgjedhim midis murit të krenarise ose trijezes se hapur të mikpritjes. Të lesja e këtyre zbulesave na detiron të shkirtojmë edhe gjuhen e dhjates sere në lidhje me qytetet e denuara. Në letrën e Gjudes, Sodoma dhe Gomora përmenden si shembull, duke vuajtur ndeshkimin e zjarrit të përjetshëm. Megjithatë, fjala greke për të përjetshëm është aionios, që i referohet një periudhë specifike kohore ose silesise së zjarrit, jo domosdoshmërisht një kohë zgjatjeje të pafundme. Ajo që ndodhi në të vërtetë ishte një ngjarje e korrigjimit historik që shënoi fundin e një epoke pandeshkueshmëri. Zbulesa e ndaluar është se Zoti nuk kërkon mundime të pafundme, por përkundrazi zhdukjen e se kekes strukturore. Kisha e fshehu këtë dallim për të mbështetur doktrinen e ferrit të përjetshëm si ngjemjet terrori. Por mesazhi original është ai i shpresës. Edhe padrejtësitë me të mëdha shokerore kanë një kufi dhe do të konsumohen nga drita e së vërtetës. Duke pare përshkrimet artistike të Sodomes përgjatë shekujve, verejme se piktoret e rilindjes shpesh përfshinin elementet e luksit të qyteteve të tyre në shkatërim. Ata panen në Sodome një paskirim të korupcionit të kohes së tyre. Ajo që ndodhi në të vërtetë është se Sodoma u bë një arketip universal. Zbulesa e ndaluar është se çdo epoke ka Sodomen e vetë se e gjona mund të jetë ajo që lejonke. Mes dheu të behet një var masiv për të huajt, ndërsa qytetet veriore gjetojnë në bollek dhe përtaci. Kisha e ka fshehur këtë zbatim bashkëkohor për të shmangur konfliktin me politikat shtetërore të imigracionit. Por Bibla është e qartë. Britma e Sodomes lind nga kek trajtimi i atyre që vijnë nga vendet e tjera. Është gjithashtu e nevojshme të flitet për heshtjen e Zotit në Sodome. Thuhet se Zoti zbriti për të parënë se Britma ishte e vërtetë. Kjo është gjuhë antropomorfike që na tregon diçka themelore. Zoti nuk vepron mbi bazen e thashë themeve, por mbi bazen e provave të fakteve. Zbulesa e ndaluar është se higjnorgja, është e pranishme në vuajtjet e viktimave dhe se përgjigja e saj, është pasojë natyrore e prishjes së harmonise. Ajo që ndodhi në të vërtetë ishte se Britma e të shtipurve në Sodome ishte ake lartesa që rendi kozmik duhet të reagonte. Kisha e fshehu këtë, Zot që dëgjon Britmen e të varfërve, duke na paraqitur në vente që saq një Zot që dëgjon vetëm lutjet liturgjike. Por mesazhi i Sodomes është se drejtësia sociale është forma më e lartë e lutjes. Figura e Lotit, i vetmi mbigjetuese bashku me vajzat e tij, është një enigme me vete. Loti gjetua në porten e qytetit, një vend autoriteti dhe gjykimi. Pavarësisht se ishte i zhytur në një sistem të korruptuar, ai e ruajti instinktin e tij për mikpritje. Ajo që ndodhi vërtet ishte se shpëtimi i tij nuk varej nga persosmëria e tij morale. Mekenese veprimet e tij të mëvonshme ndaj vajzave të tij zbulojnë brishtesin e tij, por përkundrazi nga gatishmëria e tij për të mbrojtur të prekshmit. Zbulesa e ndaluar është se hiri nuk kërkon shenjtore të persosur, por zemra ende të afta për një akt guksimi dhe mikpritjeje. Kisha e fshehu këtë njerëzilek të Lotit për të paraqitur modelet e parritshme të shenjtërisë. Por historia e Sodomes na tregon se në mes të errësirës me të madhe, një akti vetëm mirësie mund të jetë ura drejt jetës. Në këtë pikë të rrëfimit, duhet të marrim në konsiderate ndikimin e kabales,
dhe misticizmit hebraik në interpretimin e Sodomes. Kabalistet mesojnë se Sodoma përfaqësonte çekuilibrin e sefirahut të qesedit, dashurisë dhe zgjerimit, i cili kishte degraduar në egoizëm të paster. Ajo që ndodhi në të vërtetë ishte një shpërthim i energjisë jetësore. Zbulesa e ndaluar është se egoizmi nuk është vetëm një dështim etik, por një patologji shpirtërore që shkatërron enenke e përmbanate. Kisha i shtipi këto shpjegime energjike dhe mistike për të ruajtur një pike pamgje legaliste të mekatit, por mensuria e fshehur na kushton se ne jemi përgjegjës për energjinë që projektojmë ndaj të qereve dhe ndaj shoqërisë. Duhet të reflektojmë mbi rolin e Gomorres. Gjithmonë e përmendur se bashku me Sodomen, Gomorra përfaqëson bashkëpunimin e heshtur. Ndërsa Sodoma veproi, Gomorra e lejoi. Ajo që ndodhi në të vërtetë ishte se e keqja u përhapne të gjithë fushen si një infekcion. Zbulesa e ndaluar është se nuk mjafton thjesht të përmbahesh nga të kenit agresor. Nëse lexojmë që sistemi i përgjashtimit të lulezogje rreth nesh, do të na kaplojnë pasojat. Kisha e fshehu që të përgjegjesit të mosveprimit për të penguar besimtaret të venen e dishim strukturat e padrejta të pushtetit në të cilat jetojnë. Por mesazhi i Pentapolis është se indiferenca është karburanti i skufurit. Zbulimi se skufuri i gjetur prane, detit të vdekur është në 90 e të përkindi paster, një nivel që nuk gjendet në vulkanet tipike, ishton një shtrese misterishken korasaj që ndodhi në të vërtetë në Sodome. Ki fakt përforkon idene e një ngjarje kozmike ose një ndezgjeje masive atmosferike. Zbulimi i ndaluar është se ne jetojmë në një univers të ndërlidhur ku veprimet tona në tokë jehonojnë midis i gjeve. Sodoma nuk është një perralle e frikshme për familje, por një dokument historik dhe simbolik i një të vërtetë të thellë, krenaria njerëzore ka kufish fizike dhe shpirtërore. Duke e rresuar madhësinë e vërtetë të ngjarjes, kisha e reduktoi një mesim kozmik në një manual të vogël të sjelljes seksuale, duke zvogeluar madhështinë dhe rigorozitetin e mesazhit biblik. Në fund të fundit, zbulesat e ndaluara të Sodomes në terrasin, në një rindërtim të mikpritjes sone. Në një botë muresh, kampesh refugjatesh dhe pabarazisht të skajshme, Sodoma është një paralajmërim i ashper. Ajo që ndodhi vërtet atje ishte dështimi i njerëzimit në nivelin e tijme themelor. Kisha e shtipike të mesazh në mënyrë që të mos e merziste një bote që preferon të fagjësojë seksualitetin sesa të shkirtojë logarita e saq bankare dhe kufiqta e saq. Por e vërteta e Sodomes është e pashmangshme. Zjarri i gjykimit është drejtësia që vjen kur dashuria është shuar. Detyra jone është të ringjallim zjarrin e mikpritjes, të kushdesit për të varfrit dhe të respektit për të huajin. Në mënyrë që qytetet tona të mos behen monumente kripe, por fenere drite dhe jete për të gjithë njerëzimin. Prandaj, Sodoma mbetet paskira e madhe e historise. Në renojat e saq të lirë me ksham dhe legjendat e zjarta, në leksojme të tashmen tone. Zbulesat e ndaluara naftojnë të mos gjemi spektatore të padrejtësise, por ndjermjetes si Abrahami dhe mbrojtes si Loti. Ajo që kisha fshehu ishte ftesa për një revolucion butesi dhe mikpritjegje. Në fund të dites, ajo që ndodhi vërtet në Sodome është ajo që po ndodh sot në çdo vend ku një i huaj refuzohet ose një i varfër injorohet. Shpëtimi june varet nga aftësia jone për t'i parete qeret jo me paranojen e sodomiteve, por me shikimin e dikusht që njeh tek i huajin gjë lajmetar të hëgjnores. Sodoma është fillimi i mensurise politike dhe shpirtërore të Bibles, një zbulese që, pasi të slirohet nga zinkshiret e saj, ka fukine të transformoje të gjithë boten në një shtepi të hapur për të gjithë. Historia tani kërkon që të shikojme drejt se ardhmes me mesimet e nakgjerra. Nuk duhet të shikojme prapa me nostalgji ndaj sistemeve që përjashtojnë, si që beri gruaja e Lotit, por të esim për para me vendosmerine për të ndërtuar komunitetet të bazuara në fukizimin e të varferve. Sodoma është paralajmërimi, por premtimi është qyteti i Zotit, ku mikpritja është ligji suprem. Ajo që fshehu kisha është se rruga drejt atij qyteti fillon sot, çdo herë që ndajmë buken tone dhe hapim derën tone pa frike. Zbulesat e ndaluara të Sodomes gjane, në fund të fundit, harta e kthimit në njerëzimin tone.
Njen gjerezim ke gjen per mbush gjene tij gjone krenarine, e asaj ke zoteron, por ne bujarine, e asaj ke ofron, pelke gjeni, abono huni dhe shpernda gjeni, shihemi heren qeter.